armëve konvencionale, kuptohet që apo aspekte tjera konvencionale që kemi po themi një numër të madh viktimash apo një dobësim të komponentit ushtarak apo një mos për shkallëzim nga nëvijën e frontit dhe thjesht vetëm rujtja e statu quo-s, për t'i thënë Shebas që don niveli teknologjik i saj është kaq i lartë sa që i tekalon ato dobësitë e shfaqura në pikërisht çfarë në teatrin e luftimeve në aspektin konvencional të saj. Në kuptimin konvencional përfshihet tu edhe dobësitë e ndikimit në ekonominë ruse, e cila për shkak të luftës, për shkak e cila është dashur për shtateve, për shtatet ekonomia e luftës, edhe presionet janë të tilla saqë e kanë detyruar atë që të testoj edhe në nivelin më të lartë të teknologjisë ushtarake përmes raketave Sarmat apo Burevestnik, të cilët karakteristikat e cilës janë të tilla saqë i shpëtojnë radarëve sistemet mbrojtjes dhe janë me rrezet të mesme dhe gjatë veprimi dhe janë hipersonike dhe sikundur kanë edhe mbushje bërthamore. Se për t'i thënë atyre që kërcenimi do të jetë asimetrik, në kuptimin e saj që çdo presion apo rrezik që mund t'i vijë Rusisë apo shtetit rus në ekzistencën e vet, apo ai që lidhet me fatin e luftës, do të jetë kundërreagimi do të jetë jo proporcional dhe për ta përdorur si një mjet presioni edhe për nesër tryezën e bisedimeve. Që ka një konvergjencë midis Rusisë dhe Kinës në këtë bashkim dhe këtë unitet, përkundër presionit që i bëjnë të dyja bashkë apo edhe veç e veç Shebas në përpjekjet e tyre edhe për t'ju imponuar asaj për t'i ngjall panik dhe frikë, por edhe për të ndikuar në sistemin e marrëdhënieve politikisht në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, për të konsideruar si faktor të cilët nuk mund të anashkalohen, por duhet të patjetër të konsiderohen. E qartë, zoti Elizi, pse Washingtoni tashmë po rrezikon reputacionin e tij si lider i kontrollit të armëve dhe është kjo vërtet një nevojë reale ushtarake apo nga ana tjetër mund të jetë edhe një manovër politike e administratës së Donald Trump, sepse SBA me gjithë teknologjinë e avancuar, por edhe të dhënat e mjaftueshme nga testimet e vjetra, po diskuton tani sërish rifillimin e testimeve të plota bërthamore. E nderuar është i detyruar SBA ta bëjë një gjatë tillë përballë testimit që i bën në mënyrë të përsëritur dhe provokuese qoftë Rusia dhe Kina nivelit më të lartë zhvillimit teknologjik ushtarak. Dhe si tillë edhe vetë SBA duhet t'i përshtatet dhe të reagojë. Është një dilema e sigurisë dhe pasigurisë, reagim kundër reagim, për t'ju thënë edhe atyre mesazheve që nuk është SBA e dobët përballë kërcenimeve apo mesazheve që ju jepni përmes këtyre teknologjive të reja, po edhe ne kemi teknologji të cilët janë përditësuar, janë në nivelin më të lartë saj dhe konkurruese dhe është i detyruar të jap Trump dhe Shtëpia e Bardhë një mesazh, Pentagoni, një mesazh kundërshtarëve për t'ju thënë që nuk kemi të dobë, përkundrazi, zhvillimi teknologjik i armëve të Shebas dhe i perëndimit të ashtitit sa që mund të kundërbalancojë çdo reagim i lindjes, qoftë Rusisë dhe Kinës në raportin me armët, në kuptimin e konkurrencës teknologjike, por kjo dan është dhe vetëm një presion psikologjik dhe politik, po nga ana tjetër është një dilemë, kuptimin e një dilemë që lidhet me aspektin etiko-moral, në kuptimin e asaj që vetë SBA-ja dhe këto shtete ishin promovuese të ndalimit përdorimit të këtyre armëve përmes ratifikimit të traktateve, ju desh çfarë ato të dalin nga këto traktate, mos respektojnë ato dhe në një farë mënyrë është një dilema e hazard moral, në kuptimin e krizës morale në sensin e kësaj superfuqie në raport me gjithë sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, që është ajo të cilat nuk po i respekton këto marrëveshje apo këto traktate, dhe si tillë të e bën për shkak të asaj që ndihet vetë dhe edhe vetë e kërcënuar në sensin e asaj që duhet të reagoj për të thënë këtyre rivalëve kryesor të saj që SBA-ja është në gjendje të reagojë, është në gjendje të testojë, të përmirësojë teknologjik dhe
është edhe pjesë e strategjisë ushtarake, politike, diplomatike, Qartë. po edhe testim nervash edhe psikologjike gjithashtu. E qartë, por nga ana tjetër kemi presidentin rus Vladimir Putin, zoti Lezi, i cili ka urdhëruar përgatitjet për testimet në Arktik, por nga ana tjetër deklaron se nuk ka synimin pra që të shkel edhe traktatin. Si duhet të lexohet ky qëndrim i dyfisht i presidentit rus dhe a është vërtet një sinjal paralajmërues ndaj perëndimit, apo nga ana tjetër mund të jetë edhe një përpjekje për të shmangur ose legjitimuar dhe veprimet e ardhshme të Rusisë? E ndërruar Arktiku është një mesazh gjeopolitik se atë ashtu atë është metafora e interesa gjeopolitike midis dy superfuqive kryesore për ta zotruar atë dhe si tillë shifet edhe si një vend, një hapësirë, si kundër edhe të tjera, gjeohapësira, donë qete afër kështu me radhë, ku palët mund bien dakord dhe jep këtë mesazh Putin Shebas, ku ne mund diskutojmë për përtarmen e botës dhe globit dhe për çështjet që shqetësojnë njerëzimin, pikërisht duke marrë për referencë Arktikun dhe duke anashkalu çfarë edhe zona ku është konflikti të eminent dhe është në çështje diskutimi dhe marrëveshje që është konflikti Rusi-Ukrainë. Është një mesazh që jepet shtëpisë bardhë dhe SBA-s dhe aleatëve që Rusia është e gatshme të negociojë, po edhe përmes saj edhe të sot dhe provokon, po edhe bën presion. Dhe bën presion në funksion të asaj që të arrihet një marrëveshje e synuar në konfliktin cili është një konflikt i hapur, po ende s'po ka një fund, një happy end, si e thonë, për shkak të faktit që Rusia nuk po i përmbush ato objektivat të cilat synon t'i arrijë në teatrin në tavolinë e bisedimeve, por ndërkohë nga ana tjetër dhe perëndimi dhe SBA-ja nuk është e bashkuar për sa i përket dhe në unison për sa i përket qëndrimit ndaj Rusisë, sepse ka dhe vendet të Bashkimit Evropian apo vetë edhe Pentagoni dhe Shtëpia e Bardhë është e dyzuar për sa i përket qëndrimit se si do jetë për përfundimin e luftës. Dhe këto janë disa mesazhe që për ta përqendruar mendin dhe për të dhënë ato sinjalet që fusha e bashkëpunimit dhe marrëveshjeve nuk është thjesht vetëm një zonë caktuar, por është edhe gjetë, ku në rastin e konkret është Arktiku dhe për të dhënë një mesazh që duhet të për shkak të asaj që përfaqëson Arktiku, që me një mendje të ftoftë të gjykojmë për punët dhe paqen botërore. E qartë, mirë zoti Lezi, për ta mbyllur këtë çështjen e testimeve, pyetja e fundit, nëse këto testime do të fillojnë, shumë ekspert nga ana tjetër kanë paralajmëruar se kjo do të çonte në kolapsin e marrëveshjeve të fundit ndërkombëtare, por edhe rrezikun e përshkallëzimit bërthamor. A mund të themi tashmë se sistemi global i kontrollit të armëve është në pikën pa kthim dhe mund të ndodhin këto që është paralajmëruar? Po dhe mund të thuhet kështu e nderuar që sistemi i kontrollit të armëve në rast se lufta e ftohtë, me fjalë përgjatë pas luftës dytë botërore, është një luftë gjeopolitike, një luftë bërthamore, një deterrencë një detant që donë parandaloj një konflikt të hapur dhe përplasje direkte midis superfuqive, fakti që pas luftës së ftohtë tregoj që nuk kemi një fund të historisë, po kemi një rikthim të përplasjes interesa gjeopolitike midis aktorëve në shumë zona të caktuara dhe numri i vatrave dhe konflikte anë mban botës filloi u zgjeruar në gjithë gjeografin dhe si tillë këtyre superfuqive apo shtete të caktuara pavarësisht çfarë përjetuan, sidomos Rusia me shkërmoqjen e Bashkimit Sovjetik dhe me ardhin e Putin, ju rikthye ambicjet së saj të kaheshme për rikthimin gjeopolitik të Rusisë dhe si tillë është një moment ku ai kërkon vëmendje dhe mund na shkanohet si një aktor që nuk mund të lëvizhohet në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe pikërisht i rikthehet këtyre skenarëve të përplasjes së armëve bërthamore duke mos respektuar këto traktate, të cilët tek e fundit për shkak të nivelit të zhvillimit teknologjik është i tillë saqë donë mos respektimi apo dalje për tyre jep dorë të lirë dhe gradë lirie i veprimit çdo kujt. Sa herë që ndihet i kërcënuar në ekzistencën e shteteve të tyre apo interesave madhore, ato mund ta përdorin si mekanizëm presioni, por që mendoj që është edhe një lloj sinjali shqetësimi për perëndimin,
për sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe si tillë mendoj që vetë bota ka një momentum ku të mëdhejt, kur flasim të mëdhejt, gjithë ato që përfaqësojnë interesat gjeostrategjike të tyre të shtrira në gjithë gjeografinë e botës, duhet të dakordsohen për një rikonfigurim të këtij sistemi në mënyrë që të vendosin rregulla strikte të cilat janë të detyruar për të zbatuar, por nga ana tjetër është edhe problemi i konsiderimit të interesave të tyre në zonat të influencës. Kjo është, po themi, një model i ri gjeopolitik i shfaqur pas luftës, po themi luftës ftohtë, ku bota tashmë